Ku mojnan, që do të thot iliria. Për ta kuptuar fjalën iliria, do të kuptojmë fjalën lamuria, vjen nga fjala lamja, që do thot përbindesh, dhe lamuros do të thot diçka e humnerave, diçka e përbindeshve, dhe lamuria është emër femëror abstrakt nga mashkullorja lamuros, femërore lamura dhe neutrali lamuron. Në këtë mënyrë, me këtë prapashtesë uros, ura, uron, krijon mbiemrat në greqisht. Pra dhe ylliria është krijuar nga yllira dhe unë e gjej këtë në dokumentat e Akademisë së Shkencave që janë fotografuar nga arkeologët shqiptar dhe janë dhënë universiteteve amerikane. Ne I mbajmë këto të mbyllura në bodrumet e Akademisë së Shkencave, të gjithë këto statuja dhe mbishkrime helene. Dhe unë I marr këto nga universitetet amerikane dhe I krahasoj me fjalë të ndryshme helene, pra lamuria, ylliria, kështu janë formuar. Në fakt, kështu formohen të gjitha emrat abstrakt që janë fyrje të rënda në greqisht. Pra ylliria është sharje, do të thot sy shtrembëria, fjalë për fjalë, nga illos, sy shtrembër, ose ai që piceron syt. Është origjina e fjalës yllianka, gjarpër që të shpon me sy në poemat hitite në vitet 1200 para erës sonë. Pra të dashur shqiptar, këtë zbulim të madh unë kam bërë më përpara, por nuk kisha provat sigurta. Tani unë I kam mbledhur 68 dokumente të gjetura në Iliri, në Hellad, në Azinë e Vogël, për fjalën illos, që është bërë yllira në femërore, ylliros në mashkullore, person me sy të shtrembër, me sy që I piceron, dhe ylliria është sy shtrembëria, ose sy piceria. Kjo është ylliria. Njëri me sy të shtrembëra. Kjo përdoren në fakt edhe si sharje për aziatikët, sepse ata I kanë syt kështu si kinezët, si japonezët. Pra, kjo do të thotë që ilirët quheshin aziatik nga grekët, të ardhur nga Azia. Pra, ilirët mund mos kenë gjë fare të bëjnë me shqiptarët, sepse shqiptarët nuk I kanë syt si kinezët. Pra, kjo është sharja për ilirët, sy kinez, sy japonez, sy piceruar. Është një racë njerëzish nga Azia, sipas grekërve. Ndoshta duan që t'i bëjnë ilirët jo autokton, sepse I kanë akuzuar të ardhur nga Kaukazi. Por ne shqiptarët I kemi syt shumë të bukur si grekët të mëdhenj. Dhe gjuha shqipe është shumë e ngjashme me gjuhën greke. Pra, fjala ylliria është thjesht një sharje me sy të piceruar, kështu. Me sy si kinez, si japonez, sy aziatik. Shikoni vetë, do mbeteni pa mend se si e bëra këtë zbulim. Pra këtë zbulim unë kam bërë më herët, por provat që kam mbledhur janë të pakundërshtueshme. Të dashur shqiptar, unë kam zbuluar një prapashtesë negative, sharse, në mbiemrat grek, por këtë zbulim nuk e kam bërë vetëm unë, e kanë bërë studiuesit grek, vetëm ata, askush tjetër. Gjendet kjo në fjalor të greqishtes, nuk gjendet në fjalor të tjerë, pra vetëm ata që dinë greqisht mirë e kuptojnë këtë mësim që po bëj unë. Pra, lamuros është krijuar një lloj si illiros, njëri me sy të piceruar. Në gjuhën greke ka marrë kuptimin e njeriu të paturpshëm, të një përbindshi, të një gruaje të keqe, në përgjithësi. Kjo është kuptimi I fjalës lamuros në greqisht, një grua e ndyrë, e paturpshme, një përbindesh, një shtrig. Pra këtë rënjë e kemi nga fjala lem, që ka kuptimin pikërisht përbindesh, fantazma, dhe fjala lamuros është krijuar një lloj si bdeluros, një lloj si glafuros në greqisht. Pra këtë rënjë, uros ose yros, e kanë zbuluar grekët.
por nuk e dinin që kjo është rënja e fjalës Ilyros. Këtë kam zbuluar unë. Pra, në mënyrë të pavarur, unë dhe gjuhëtarët grek kemi bërë të njëjtin zbulim. Ata e kanë bërë për fjalët greke, unë kam bërë për fjalën Ilyra dhe Ilyros. Ilyra është gruaja dhe Ilyros është burri. Ilyros është mbiemër mashkullor dhe Ilyra është mbiemër femëror. Ka kuptimin grua me sy të shtrembër. Pra këto janë të gjitha provat, të gjetura në të gjitha fjalorët grek. Pra fjala Ilyros është greke, është sharje për ilirët. Është një emër që është vënë ilirëve dhe ata se kanë ditur, do të thotë. Vjen nga fjala ilos, që shqiptoheshte filos. Është një rënjë dyfisht me kuptimin sy shtrembër. Është një sharje shumë e rëndë dhe unë këtë kam gjetur të dashur shqiptar në të gjitha mbishkrimet e gjetura në Hellad, në Iliri. Këto janë mbishkrimet që kam gjetur unë, janë 68 dokumente dhe këtu është fjala ilos, është dhe ila dhe ilyros dhe ilyra, që të dyja, por nuk e kam gjetur neutrin, kam gjetur vetëm gjinin mashkullore dhe atë femërore. Pra, të dashur shqiptar, kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani ky është momenti më i hidhur në jetën time, sepse vetë gazeta Iliria, gazetë shqiptare, që ka dalë që në vitin 1971, është ndërprerë, sepse arkeologët shqiptarë më në fund e kanë kuptuar që të gjitha mbishkrimet janë greke. Është e kotë të bësh gërmime të tjera, ata që bëjnë gërmime janë thjesht mashtrues, sepse të gjitha mbishkrimet në Iliri janë në greqisht, nuk janë në shqip. Këto janë mbishkrime greke, ku fjala Ilirion, pra është edhe neutri. Unë kam gjetur vetëm mashkulloren dhe femëroren, po që nga dhe neutri. Atëhere pra të gjitha këto mbiemra janë bërë emër abstrakt, Ilyria, një lloj si Lamuria. I njëjti konstrukt, me prapashtesën Yria. Pastaj është shtuar dhe prapashtesa Ikos, që do thotë si Ilyr, do më thënë si njeri me sy të shtrembër. Ilyrikon është si ilirët, si ata me sy të shtrembër, si aziatikët. Është sharje e rëndë për kinezët, japonezët, njerëzit aziatik me sy të piceruar. Pra ilirët mund mos kenë fare lidhje me shqiptarët. Emri për ilirët është për një racë që i ka sy të piceruar. Shqiptarët nuk i kanë sy të piceruar, nuk i kanë si aziatikët, nuk i kanë si kinezët. Pra janë një racë aziatike, ilirët. Megjithatë, flasin një gjuhë indo-europiane, sepse mbishkrimet ilire janë helenike, greke, por janë përzier pra me një racë aziatike, me një racë kineze. Këta janë ilirët të dashur shqiptar. Pra nuk asnjë lloj lidhje me Shqipërinë, me shqiptarët, me sy të mëdhenj, me sy të bukur. Ne edhe grekët i kemi sy të mëdhenj. Sy plot me dritë, nuk i kemi syt si kinezët, prandaj kjo sharje neve nuk na shkon, nuk është për shqiptarët. Është për një popullsi jo europiane, sipas grekërve. Por është thjesht të një sharje. S'është e thënë që ilirët i kanë patur syt si kinezët, por sharja është e tillë që i kanë sy të piceruar, është sharje greke, pra emri Ilyria vjen nga, e shikoni, Ylos, njeri me sy të piceruar. Të gjitha këto dokumente unë i kam mbledhur nga të gjitha universitetet e Chicagos, të Ohio's, Pensilvanisë. Mund t'i nxjerr, po do t'i gjeni vetë, po t'i kërkoni. Pra s'është e thënë që t'ja dërgoj unë, mjafton që ta kuptoni që unë kam gjetur prapashtesën greke, Yros në mashkullore, Yra në femërore dhe Yron në neutër, është prapashtesë që krijon mbiemra dhe Ilyria është emër mbiemëror abstrakt, të dashur shqiptar.
Përfundimisht, është emër grek, ka kuptimin njeri me sy të piceruar, njeri me sy si kinez. Tani zbulimet e mia kanë shqetësuar shumë të gjithë njerëzit e mi, por unë e bëj këtë për gjuhën shqipe, për shqiptarët. Pra ilirët konsiderohen një racë aziatike. Emri për ta do të thot me sy të piceruar si kinez, si japonez, si mongol. Dhe ndoshta është ndonjë racë mongole, sepse në Iliri janë futur edhe më herët dhe më vonë raca aziatike. Nuk është hera e parë. Kanë hyrë hunët, kanë hyrë mongolët, dy raca të ndryshme, të regjistruara. Po ashtu fiset turke me origjinë nga Azia kanë hyrë edhe mbas shekullit të 15. Me sy të piceruar, me sy aziatik, që i mbyllin syt kur fryn era e shkretëtirës, prandaj kanë syt ashtu ose kanë ngrënë shumë oriz dhe janë kaps. Pra kjo është një sharje për ata që kanë syt mbasi dalin jashtë kaps. Është sharje e rëndë. Iliria do thot me sy të piceruar. Sy pizzeria, fjalë për fjalë. Mos e përdorni më, dhe asnjë emër i lirë mos përdorni më, sepse janë sharje greke në përgjithësi, ose emra grek, të gjitha emrat i lirë. Absolutisht, 100%. A flisnin ilirët greqisht? Të gjitha dokumentet e qyteteve ilire në Dardani, Dalmatsi, Shqipëri, Maqedoni janë në greqisht, dialekte të ndryshme greke. Ju vendosni vetë se ku janë shqiptarët, ju e gjeni. Unë ju kam gjetur emrat e qyteteve ilire, emrat e ilirëve, çfarë gjuhë përdorin ata, çfarë monedat kishin ata. Ku janë shqiptarët? Pyetje tjetër, po jevgjit, ku janë? E pra erdhën nga Pradeshi, po turqit, ku janë? E pra erdhën nga Azia, turqit, në shekullin e 15. Po slavët ku janë? E pra erdhën në shekullin e 6. Po gotët ku janë? Erdhën në shekullin e 4. Pra në Iliri kanë ardhur raca të ndryshme. Tash i gjeni vetë nga keni ardhur. Unë po e them, në Iliri nuk ka gjurmë shqiptari, nuk ka gjurmë të gjuhës shqipe, por ka fjalë të ngjashme të shqipes dhe të ilirishtes, e cila sillet si gjuhë greke. Pra, thjesht mund të jetë sharje sy piceruar. Sa herë shajmë në njëri tjetrin, s'është e thënë që kur i thua dikujt o qen, që ai të jetë qen. Kur i thua dikujt o sy piceruar, ne nuk e dim se si lindi kjo lloj sharje, por është sharje greke, fjala ylyros me sy të piceruar, i dashur shqiptari, picertari, o picertar, o shqiptar. Shiko se si vin fjalët e shqipes, hap fjalor, se e bër gazi i botës. Gërmon, gjen atje kocka qensh dhe mbishkrime greke. Këtë ke bërë i dashur shqiptari dhe këtë do bësh akoma, sepse fjalët e shqipes kanë lindur nga shkurtimi i fjalëve të latinishtes. Fjalët me shumë rokje të latinishtes janë bërë fjalë një rokshe në shqip. Kabalos në kal, amicus në mik, medicus në mjek. Pra atëherë lindi gjuha shqipe kur u rrëzua perandoria romake. Para kësaj date nuk mund të gjesh ti fjalë shqipe, se s'ka fjalë një rokshe tek ilirët, as tek latinët, as tek helenët. Ne i shkurtojmë fjalët sepse neve na shkurtuar truri. Na është bërë sa një kokër arë, e kuptoni apo jo? Sa një kokë driloni, kjo është koka e shqiptarit. Miropafshim, pjesa tjetër është kafk, kocka, lesh, dhjam, mish, në përgjithësi. Nuk ka tru shqiptari. Miropafshim, o monosilabiku, o një rokshi nënës ti, o biri nënës ti.